Data 26 gusht, 1 Samuelit, kapitulli 18. Kur mbaroi se foluri me Saulin, shpirti i Jonathanit mbeti I lidhur me shpirtin e Davidit, dhe Jonathani e deshi si shpirtin e vet. Po atë ditë, Sauli e mori me vete dhe nuk e lejoi të kthehet në shtëpinë e atit të tij. Kështu Jonathani lidhi një beslidhje me Davidin sepse e donte si shpirtin e vet. Pastaj Jonathani hoqi mandelin që kishte veshur dhe ja dha Davidit dhe I shtoi gjithashtu rrobat, shpatën, harkun dhe brezin e tij. Davidi shkonte kudo që Sauli e dërgonte dhe dilte me sukses. Kështu Sauli e vuri në krye të luftëtarëve dhe shihej me sy të mirë nga gjithë populli, madje edhe nga shërbëtorët e Saulit. Gjatë kthimit të tyre, kur Davidi po kthehej nga vrasja e Filisteut, gratë të gjitha qyteteve të Izraelit I dolën para mbretit Saul duke kënduar dhe hedhur valle me dajre, me thirrje gëzimi dhe me vegla muzikore. Kështu gratë u përgjigjeshin njëra tjetrës duke kënduar dhe thoshin: Sauli vrau mishën e tij dhe Davidi 10 mishën e tij. Kjo gjë e pezmatoi shumë Saulin dhe këto fjalë nuk I pëlqyen. Ai tha: Davidit I njohin 10.000 dhe mua vetëm 1.000. Tani nuk I mungon vetëm mbretëria. Kështu nga ajo ditë Sauli e shikoi me zili Davidin. Të nesërmen një frymë e keqe nga ana e Perëndis e zotëroi Saulin që sillej si një I marrë në mes të shtëpisë, kurse Davidi binte harbës me dorën e tij si ditët e tjera dhe Sauli mbante në dorë shtizën. Kështu Sauli e vërtiti shtizën duke thënë: do ta guzhdoj Davidin në mur. Por Davidi ju shmang goditjes 2 herë. Sauli kishte frikë nga Davidi sepse Zoti ishte me të dhe e kishte braktisur Saulin. Prandaj Sauli e largoi nga vetja dhe e bëri komandant të 1.000 njerëzve dhe ai shkonte e vinte në krye të popullit. Davidit I shkonin mbar të gjitha veprat dhe Zoti ishte me të. Sauli duke parë që atij I shkonte shumë mbar çdo gjë, kishte frikë prej tij. Por tërë Izraeli dhe Juda e donin Davidin sepse shkonte e vinte në krye të tyre. Pastaj Sauli I tha Davidit: Ja Merabi, bija ime më e madhe, do të ta jap për grua. U bëfsh për mua një bir trim dhe marrësh pjesë në betejat e Zotit. Sauli mendonte kështu: të mos jetë dora ime ta godas, por dora e filistejve. Por Davidi u përgjigj Saulit: kush jam unë dhe çfarë është jeta ime dhe familja e atit tim në Izrael që unë të bëhem dhëndri I mbretit? Kur erdhi çasti për t'ia dhënë Davidit Merabin, bijen e Saulit, ato ja dhanë për grua me Holjafitit Adriel. Por Mikal, bija e Saulit e dashuronte Davidin. Këto ja njoftuan Saulit dhe kjo gjë I pëlqeu. Kështu Sauli mendoi: do t'ja jap në mënyrë që ky të jetë një lak për të dhe ai të bjerë në duart e filistejve. Pas kësaj Sauli urdhëroi shërbëtorët e tij: bisedoni fshehurazi me Davidin dhe I thoni: ja mbreti është I kënaqur nga ti dhe të gjithë shërbëtorët e tij të duan, prandaj bëhu dhëndri I mbretit. Shërbëtorët e Saulit ja quan këto fjalë Davidit, por Davidi u përgjigj: ju duket gjë e vogël të bësh dhëndri I mbretit? Unë jam një njeri I varfër dhe nga shtresa e ulët. Shërbëtorët I njoftuan Saulit. Davidi u përgjigj në këtë mënyrë. Atëherë Sauli tha: do t'i thoni kështu Davidit: mbreti nuk dëshiron asnjë prik, por 100 lafsha të filistejve për të hakmarrë dhe armiqve të mbretit. Sauli kurdisi komplote për të shkaktuar vdekjen e Davidit me anë të filistejve. Kur shërbëtorët I njoftuan Davidit këto fjalë, Davidit ju duk gjë e mirë të bëhej dhëndër I mbretit. Ditët e caktuara nuk kishin kaluar ende. Kur Davidi u ngrit dhe iku me njerëzit e tij dhe vrau 200 vete nga filistejt. Pastaj Davidi solli lafshat e tyre dhe I dorëzoi mbretit këtë sasi të saktë për të bërë dhëndri I tij. Atëherë Sauli I dha të bien Mikal për grua. Kështu Sauli e pa dhe e kuptoi që Zoti ishte me Davidin dhe Mikal, bija e Saulit e donte. Sauli pati edhe më tepër frikë nga Davidi dhe mbeti armiku I tij gjatë gjithë ditëve që jetoi. Pastaj princat e filistejve dolën për të luftuar, por sa herë që dilnin, Davidi ja dilte më mirë se të gjithë shërbëtorët e Saulit. Kështu emri I tij u bë shumë I famshëm. Romakëve, kapitulli 16. Dhe ju rekomandoj Febën, motrën tonë, e cila është dhjake e kishës në Kenkrea, që ta pranoni në Zotin sikurse u ka hije shenjtorëve, dhe ta ndihmoni në çdo gjë që të ketë nevojë nga ju, sepse edhe ajo u bën ndihmë për shumë veta edhe për mua vetë. U bëni të fala Prishilës dhe Akuilës, bashkëpunëtorëve të mi në Krishtin Jezus, të cilët për jetën time vunë kokën në rrezik. Ata I falenderoj jo vetëm unë, por të gjitha kishat e kombeve. I bëni të fala edhe kishës që është në shtëpinë e tyre, të fala edhe Epenetit tim të dashur, I cili është fryti I parë I Akais në Krishtin. Të fala Maris, e cila u mundua shumë për ne. Të fala Andronikut dhe Junis, farefisë të mi dhe shok burgu, të cilët janë dalluar midis apostujve
dhe kanë qenë në Krishtin përpara meje. Të fala Ampliut, të dashurit tim në Zotin, të fala Urbanit, bashkëpunëtorit tonë në Krishtin dhe Stakit tim të dashur, të fala Apelit, të provuarit në Krishtin, të fala atyre të shtëpisë së Aristobulit, të fala Herodionit, farefisi im, të fala atyre të shtëpisë së Narkisit që janë në Zotin. U bëni të fala Trifenës dhe Trifozës, të cilat mundohen në Zotin, të fala Persides së dashur e cila është munduar shumë në Zotin. Të fala Rufit, të zgjedhurit në Zotin dhe nënës së tij që është edhe imja, të fala Aniskritit, Flegontit, Ermës, Patrobës, Ermit dhe vëllezërve që janë me ta, të fala Filologut dhe Julis, Nereut dhe motrës së tij, dhe Olimpës dhe gjithë shenjtorëve që janë me ta. Përshëndetni njëri tjetrin me puthje të shenjtë. Kishat e Krishtit ju përshëndesin. Tani unë ju bëj thirrje o vëllezër të ruheni nga ata që sjellin përçarje dhe skandale kundër doktrinës që keni mësuar dhe të largoheni nga ata, sepse të tillë nuk i shërbejnë Zotit tonë Jezu Krisht, por barkut të tyre, dhe me fjalë të ëmbla dhe të bukura gënjejnë zemrat e atyre që s'din ligësi, sepse të bindurit tuaj arriti kudo, prandaj unë gëzohem për ju dhe dua që të jeni të urtë për të mirën dhe të thjesht për të keqen. Por Perëndia i paqes do ta dormoj së shpejti Satanin në këmbët tuaja. Hiri i Zotit tonë Jezu Krisht qof me ju. Timoteo, bashkëpunëtori im, Luci, Jasoni dhe Sosipatri, farefisi im, ju përshëndesin. Unë, Terci, që shkrova këtë letër, ju përshëndes në Zotin. Gaj, mikpritësi im dhe i mbar kishës ju bën të fala. Erasti, arkëtari i qytetit dhe vëlla Kuarti ju dërgojnë të fala. Hiri i Zotit tonë Jezu Krisht qoftë me ju të gjithë. Amen. Por ati që mund t'ju fuqizoj juve sipas ungjillit tim dhe predikimit të Jezu Krishtit, sipas zbulesës së misterit të mbajtur fshehur prej kohësh të përjetshme, por tani u shfaq me anë të shkrimeve të profetëve, sipas urdhërimit të Perëndisë së përjetshëm dhe u njoh ndër të gjithë kombet për t'i sjellë në bindjen e besimit, Perëndisë, të vetmit të urtë, i qoft lavdi në përjetësi me anë të Jezu Krishtit. Amen. Vajtimet, kapitulli 3. Unë jam njeriu që pa hidhërimin në thuprën e dërbimit të tij. Ai më ka udhëhequr dhe më ka bërë të eci nëpër terrë dhe jo në dritë. Po, kundër meje ai ka kthyer disa herë dorën e tij tërë ditën. Ai ka konsumuar mishin tim dhe lëkurën time, ka coptuar kockat e mia, ka ndërtuar fortesa kundër meje, më ka rrethuar me hidhërim dhe me ankth. Ka bërë që unë të banoj në vende plot errësirë ashtu si të vdekurit prej shumë kohe. Më ka ndërtuar një mur rreth e qark me qëllim që unë të mos dal, e ka bërë të rënë zinxhirin tim. Edhe kur bërtas dhe kërkoj ndihmë me zë të lartë, ai nuk pranon të dëgjoj lutjen time. Ai ka mbyllur rrugët e mia me gur të prerë, i ka bërë shtigjet e mia plot me prita. Ai ka qenë për mua si një ari në prit, si një luan në vendet fsheta. Ka devijuar rrugët e mia, më ka coptuar dhe më ka dëshpëruar. Ka nderur harkun e tij dhe më ka bërë objekt të shigjetave të tij. Ka bërë të depërtoj në zemrën time shigjetat e kukurës së tij. Jam bërë tallja e tërë popullit tim, kënga e tij e tërë ditës. Më ka ngopur me hidhërim, më ka bërë të pi pelin, më ka coptuar dhëmbët me zall, më ka mbuluar me hi, ke larguar shpirtin tim nga paqja, kam harruar mirëqenien. Kam thënë, është dukur besimi im dhe shpresa ime tek Zoti. Kujtohu për pikëllimin dhe për ëndjen time, për pelinin dhe hidhërimin. Shpirti im kujtohet gjithnjë për këtë dhe është rrëzuar brenda meje. Këtë dua të sjell në mendje dhe prandaj dua të shpresoj. Është një hir i Zotit që nuk jemi shkatëruar plotësisht, sepse mëshirat e tij nuk janë mbaruar plotësisht. Për të rritën çdo mëngjes, e madhe është besnikëria jote. Zoti është pjesa ime, thot shpirti im, prandaj do të kem shpresë tek ai. Zoti është i mirë me ata që kanë shpresë tek ai, me shpirtin që e kërkon. Gjë e mirë është të presësh në heshtje shpëtimin e Zotit. Gjë e mirë është për njeriu të mbajë zgjedhën në rininë e tij. Le të ulet i vetmuar dhe të qëndrojë në heshtje kur Perëndia ja imponon. Le ta vër gojën e tij në pluhur, ndofta ka ende shpresë. Le t'i jap faqen e atij që godet të ngopet me fyrje, sepse Zoti nuk hedh poshtë për gjithnjë, por në rast se të hidhëron, do t'i vi keq sipas shumicës së zemërmirësisë së tij, sepse nuk e bën me kënaqësi poshtërimin dhe hidhërimin e bijve të njerëzve. Kur dikush shtyp nën këmbët e tij të robërit e dheut, kur dikush shtrembron të drejtën e njeriu në pranitë të shumë të lartit, kur dikujt i bëhet një padrejtësi në çështjet e tij, a nuk e shikon Zoti? Vallë kush thot diçka që më pas realizohet në rast se Zoti nuk e ka urdhëruar?
e keqja dhe e mira, a nuk vin vallë nga goja e shumë të lartit? Pse vallë ankohet një njeri gjallë, një njeri për ndëshkimin e mëkateve të tij? Le të shqyrtojmë rrugët tona, ti hetojmë dhe të kthehemi tek Zoti. Le të ngrem lart zemrat tona dhe duart tona në drejtim të Perëndisë së qiejve. Ne kemi kryer mëkate, kemi qenë rebel dhe ti nuk na ke falur. Je mbështjell në zemrimin tënd dhe na ke ndjekur, na ke vrarë pa mëshirë. Ti je mbështjell në një re në mënyrë që asnjë lutje të mos kalonte dot. Na ke bërë plehra dhe mbeturina në mes të popujve. Tërë armiqtë tanë kanë hapur gojën kundër nesh. Na ka rënë mbi trup tmerri, laku, dëshpërimi thellë dhe shkatërimi. Rrëke ujë rrjedhi nga sytë e mi për shkatërimin e bijës së popullit tim. Syri im derdhlot pa pushim, pa ndërprerje, derisa Zoti të mos vërshojë nga qielli dhe të më shikojë. Syri im i sjell dhimbje shpirtit tim për të gjitha bijat e qytetit tim. Ata që më urrejnë pa shkak më kanë gjuajtur si të isha zog. Kanë shkatëruar jetën time në grop, më kanë hedhur gur. Ujërat rrjedhin mbi kokën time. Unë thoja, ka marrë fund për mua. Përmenda emrin tënd o Zot nga thellësia e gropës. Ti e dëgjove zërin tim, mos ja fshi veshin tënd psheretimes sime, thirrjes sime për ndihmë. Kur të kam thirrur ti je afruar, ke thënë mos ki frikë. O Zot, ti ke mbrojtur qersin e shpirtit tim, ti ke shpenguar jetën time. O Zot, ti ke parë dëmin që kam pësuar, prandaj mbro çështjen time. Ti ke parë tërë frymën e tyre të hakmarrjes, intrigat e tyre kundër meje. Ti ke dëgjuar fyerjet e tyre, o Zot, tërë intrigat e tyre kundër meje. Fjalimet e tyre që ngrihen kundër meje, ato që mendojnë kundër meje tërë ditën. Vëre kur ulen dhe kur ngrihen, unë jam kënga e tyre. Shpërblej o Zot sipas veprës së duarve të tyre. Bëj zemërgur, mallkimi yt qof mbi ta. Ndiqi në zemrimin tënd dhe shkatërroj poshtë qiejve të Zotit. Psalmi 34. Unë do ta bekoj Zotin në çdo kohë. Lëvdimi i tij do të jetë gjithnjë në gojën time. Shpirti im do të krenohet me Zotin. Njerëzit e përulur do ta dëgjojnë dhe do të gëzohen. Lartojeni Zotin bashkë me mua dhe të lëvdojnë të gjithë emrin e tij. Unë e kërkova Zotin dhe ai më përgjigj dhe më çliroi nga të gjitha tmerret e mia. Ata e shikuan atë dhe u ndriçuan dhe fytyrat e tyre nuk u turpëruan. Ky i pikulluar klithi dhe Zoti e dëgjoi. E shpëtoi nga të gjitha fatkeqësitë e tij. Angjëlli i Zotit zëvend rreth atyre që kanë frikë prej tij dhe i çliron. Provojeni dhe shihni sa i mirë është Zoti. Luma i njeri që gjen streh tek ai. Kini frikë nga Zoti ju shenjtor të tij, sepse asgjë nuk mungon atyre që kanë frikë prej tij. Luanët e vegjël vuajnë nga mungesa e madhe dhe nga uria, por atyre që kërkojnë Zotin nuk u mungon asgjë. Eja njobi, dëgjomni, unë do t'ju mësoj frikën e Zotit. Cili është ai njeri që dëshiron jetën dhe do ditë të gjata për të parë të mirën. Mbaje gjuhën tënde larg së keqes dhe buzët e tua të mos thonë gënjeshtra. Largohu nga e keqja dhe bëj të mirën, kërko paqen dhe siguroje. Sytë e Zotit janë mbi të drejtët dhe veshët e tij janë të vëmendshëm të kapin britmën e tyre. Fytyra e Zotit është kundër atyre që sillen keq, për të çrrënjosur kujtimin e tyre nga faqja e dheut. Të drejtët bërtasin dhe Zoti dëgjon dhe i çliron nga të gjitha fatkeqësitë e tyre. Zoti qëndron afër atyre që e kanë zemrën të thyer dhe shpëton ata që e kanë frymën të dërmuar. Të shumta janë vuajtjet e njeriu të drejtë, por Zoti e çliron nga të gjitha. Ai ruan tërë kockat e tij dhe asnjë prej tyre nuk coptohet. Likësia do të vrasë të keqin dhe ata që urrejnë të drejtin do të shkatërrohen. Zoti shpengon jetën e shërbëtorëve të tij dhe asnjë nga ata që gjejnë strehtë e ai nuk do të shkatërrohet.